Në një tjetër natë të ngarkuar emocionalisht në shtëpinë e Big Brother Kosova, debatet dhe bisedat e tensionuara nuk munguan. Këtë herë, vëmendja u përqendrua te një bisedë mes Dolces dhe Albes, e cila nisi si një përpjekje për sqarim, por shpejt u kthye në një pasqyrim të gjendjes së rënduar emocionale që po përjetojnë banorët. Dolce ju afrua Albes me një ton më të qetë, duke e pyetur pse po hynte vazhdimisht në debat me Labin. Ajo i përmendi edhe faktin se këto përplasje po shihen nga jashtë, nga shtëpia, nga publiku, duke lënë të kuptohet se ndoshta Alba duhet të mendoj pak më shumë për mënyrën se si perceptohet. Pyetja e Dolces nuk ishte sulm, por më shumë një thirrje për reflektim, por Alba, dukshëm e lodhur dhe e ndikuar nga pijet, reagoi pa asnjë filtr. Me një sinqeritet brutal, ajo u shpreh, nuk mani as për shtëpi, as për Labin. Nuk më ha palla. Fjalë të forta, të drejtë për drejta, që treguan një shpërthim emocionesh dhe një ndjenjë rebelimi ndaj çdo presioni të jashtëm. Ajo shtoi se ishte shumë e dehur, tap, dhe se në atë moment nuk kishte forcë dhe as dëshirë të analizonte pasojat e fjalëve apo sjelljes së saj. Kjo përgjigje e Albes krijoi një moment të sikletshëm, por edhe shumë real. Dolce mbeti për një çast pa fjalë, duke kuptuar se Alba nuk ishte në gjendje për një bisedë të arsyeshme në atë moment. Banorët përreth e ndjen tensionin, disa u përpoqën ta shmangnin situatën, ndërsa të tjerë vetëm vëzhgonin, duke e ditur se alkooli dhe lodhja shpesh nxjerrin në pa anën më të ashpër të karakterit. Ky episod tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova është më shumë se një lojë strategjie. Është një eksperiment emocional, ku njerëzit izolohen, lodhen, ekspozohen dhe ndonjëherë shpërthejnë pa e menduar dy herë. Alba, me reagimin e saj, tregoi një gjendje të brendshme të mbushur me nervozizëm dhe mospërfillje ndaj gjykimit, ndërsa Dolce u përpoq të mbajë një rol më të arsyeshëm, edhe pse pa sukses. Në fund, kjo skenë mbeti si një tjetër moment i fortë.